Një moment shumë i ndjerë dhe i sinqert është regjistruar së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku Brikena ka vendosur të hapë zemrën dhe të flasë për ndjenjat e saj ndaj Mateos. Gjatë një bisede të gjatë me disa prej banorëve, ajo është shprehur se ka shumë qejf për Mateon, por ende nuk është e sigurt nëse ajo që ndjen për të është dashuri apo thjesht një pëlqim i fortë. Biseda nisi në një moment të qetë reflektimi, ku Brikena u duk më e hapur se zakonisht për të ndarë emocionet dhe mendimet e saj. Ajo pranoi se Mateo ka arritur të zërë një vend të rëndësishëm në jetën e saj brenda shtëpisë dhe se ndihet shumë mirë kur është pranë tij. Sipas saj, Mateo është një person që e bën të ndihet e qetë dhe e kuptuar. Ajo theksoi se e vlerëson shumë mënyrën si ai sillet me të, kujdesin që tregon dhe mbështetjen që i jep në situatat e vështira. Këto cilësi, sipas Brikenës, e kanë bërë që të afrohet gjithnjëherë më shumë me të. Megjithatë, ajo u shpreh se ende nuk është e sigurt për natyrën e ndjenjave të saj. Brikena tha se nuk e di nëse ajo që ndjen është dashuri e vërtet apo thjesht një afeksion i fortë që është krijuar për shkak të bashkëjetesës së vazhdueshme brenda shtëpisë. Ajo shpjegoi se ambienti i izoluar dhe emocionet intensive që përjetohen në një format si Big Brother mund të ndikojnë shumë në mënyrën se si njerëzit i perceptojnë ndjenjat e tyre. Sipas saj, ndonjëherë është e vështirë të kuptosh nëse emocionet janë të qëndrueshme apo thjesht të momentit. Gjatë bisedës, Brikena pranoi gjithashtu se ka frikë të marrë një vendim të nxituar. Ajo tha se nuk dëshiron të krijojë pritshmëri të rreme tek Mateo dhe preferon të jetë e sigurt për ndjenjat e saj përpara se të ndërmarrë një hap më të madh në marrëdhënien e tyre. Ajo shtoi se për të është shumë e rëndësishme sinqeriteti dhe qartësia në marrëdhënie, prandaj po përpiqet të kuptojë më mirë veten dhe emocionet e saj përpara se të shprehet përfundimisht. Banorët që dëgjuan rrëfimin e saj u dukën të interesuar dhe disa prej tyre e këshilluan që të ndjekë zemrën dhe të mos ketë frikë nga ndjenjat. Të tjerë i sugjeruan të marrë kohën e saj dhe të mos nxitohet, duke qenë se situatat brenda shtëpisë shpesh janë shumë intensive dhe të ndërlikuara. Brikena u shpreh se marrëdhënia me Mateon është shumë e rëndësishme për të dhe se nuk dëshiron të aprishë atë për shkak të pasigurive apo vendimeve të nxituara. Ajo tha se preferon që gjithçka të zhvillohet natyrshëm dhe me kohën të kuptojë më qartë se çfarë ndjen në të vërtetë. Ajo pranoi gjithashtu se ndonjëherë bëhet xheloze kur Mateo kalon shumë kohë me banorë të tjerë, gjë që sipas saj mund të jetë një shenjë se ndjenjat e saj janë më të forta se sa mendon. Megjithatë, ajo theksoi se ende ka nevojë për kohë për të kuptuar nëse kjo është dashuri apo thjesht një lidhje emocionale. Debati mes Mirit dhe Gimbon shpërtheu papritur në shtëpi, duke krijuar një atmosferë shumë të tensionuar që tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjithçka nisi kur Miri vendosi të përballej drejt për drejt me Gimbon për marrëdhënien e tij me Selinën, duke e akuzuar hapur se po e përdor atë vetëm për lojë dhe për interes personal. Me tone të ashpra dhe shumë i acaruar, Miri i drejtohet Gimbon duke i thënë se ai nuk ka ndjenja të vërteta për Selinën dhe se gjithçka që po bën është thjesht strategji për të qëndruar më gjatë në lojë. Ai shprehet se sipas tij, sjellja e Gimbon është e rreme dhe e kalkuluar, duke shtuar se ai vetëm po përfiton nga situata dhe nga afrimiteti me Selinën për të marrë vëmendje. Miri vazhdon më tej duke theksuar se Gimbo nuk e do Selinën dhe se nuk do ta dojë kurrë atë. Ai thotë se ndjenjat nuk mund të shtiren për shumë kohë dhe se sipas tij, e vërteta do të dalë shumë shpejt në pa. Ai e akuzon se po luan me emocionet e saj dhe se kjo është një sjellje e papranueshme. Gimbo, i habitur nga këto akuza, përpiqet të mbrojë veten dhe reagimi i tij nuk vonon. Ai i përgjigjet Mirin me qetësi në fillim, duke i thënë se askush nuk ka të drejtë të gjykojë ndjenjat e tij dhe se marrëdhënia me Selinën është diçka personale. Ai mohon kategorikisht që po e përdor atë për lojë dhe shprehet se afrimiteti i tyre është i sinqert. Por Miri nuk tërhiqet dhe vazhdon debatin me më shumë intensitet. Ai i thotë se sjelljet e tij janë kontradiktore dhe se mënyra si ai sillet herë pas here tregon qartë se gjithçka është një strategji. Sipas tij, Gimbo po përpiqet të krijojë një histori brenda shtëpisë vetëm për të forcuar pozicionin e tij. Tensioni mes tyre rritet gjithnjë më shumë, ndërsa banorët e tjerë afrohen për të ndjekur debatin. Disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, ndërsa të tjerë dëgjojnë me vëmendje argumentet e secilit. Gimbo fillon të acarohet nga këmbëngulja e Mirit dhe i kërkon të mos përzihet në marrëdhënien e tij me Selinën. Ai thekson se ndjenjat nuk mund të imponohen dhe se vetëm ai dhe Selina e dinë se çfarë ndodh mes tyre. Ai shton se akuzat e Mirit janë të pabaza dhe të padrejta.
Nga ana tjetër, Miri shprehet se po flet sepse nuk I pëlqen të shoh dikë që sipas tij po manipulon situatat dhe njerëzit për përfitim personal. Ai thotë se po e paralajmëron Selinën për atë që mendon se është një lojë e pastër nga ana e Gimbon. Debati bëhet edhe më I fortë kur Miri përsërit se Gimbo nuk ka asnjë ndjenjë të vërtetë dhe se gjithçka është një fasadë. Ai shprehet me bindje se Gimbo vetëm po e përdor Selinën për vëmendje, për kamera dhe për strategji brenda shtëpisë. Këto fjalë e irritojnë edhe më shumë Gimbon, I cili fillon të flasë me tone më të larta dhe I kërkon Mirin të ndalojë akuzat. Ai thotë se askush nuk mund ta detyrojë të provojë ndjenjat e tij dhe se koha do të tregojë të vërtetën. Banorët që ndodhen pranë fillojnë të komentojnë situatën dhe disa prej tyre shprehen se konflikti mes tyre duket shumë serioz. Të tjerë përpiqen të ndryshojnë temë për të ulur tensionin, por debati vazhdon për disa minuta me radhë. Në një moment, Miri shprehet se nuk beson as pak në sinqeritetin e Gimbon dhe se sipas tij, Selina meriton dikë që e respekton dhe e vlerëson vërtet. Ai shton se nuk sheh asnjë shenjë të ndjenjave të vërteta tek Gimbo. Gimbo nga ana tjetër këmbën ngul se ai nuk I detyrohet askujt shpjegime për ndjenjat e tij dhe se marrëdhënia me Selinën nuk është pjesë e një strategjie. Ai shprehet se do të vazhdojë të sillet siç ndjen, pavarësisht kritikave. Pas një debati të gjatë dhe të tensionuar, situata fillon të qetësohet gradualisht, por atmosfera mbetet e rënë. Banorët vazhdojnë të diskutojnë për atë që ndodhi dhe për akuzat e forta që u shkëndryen mes tyre. Ky përballim mes Mirit dhe Gimbon lë shumë pikpyetje brenda shtëpisë dhe krijon një situatë të re në marrëdhëniet mes banorëve. Të gjithë presin të shohin se si do të zhvillohet më tej raporti mes Gimbon dhe Selinës dhe nëse akuzat e Mirit do të rezultojnë të vërteta apo jo. Gimbo ndodhej në obor bashkë me Selinën, ndërsa atmosfera mes tyre dukej disi e çuditshme, por njëkohësisht edhe plot tension dhe lojra fjalësh. Teksa po bisedonin për gjëra të ndryshme, papritur Gimbo fillon ta provokojë Selinën me tone shakaje dhe një buzëqeshje ironike në fytyrë. Ai afrohet pak më shumë dhe I thot me një zë provokues: "Hajde ta puth pak buzën e Mirit, si ke? Se më ka marrë malli, hajde këtu." Këto fjalë shkaktojnë menjëherë reagim tek Selina, e cila fillimisht mbetet pak e habitur nga mënyra e drejtpërdrejtë dhe provokuese e Gimbon. Selina qesh lehtë dhe përpiqet ta marrë situatën me sportivitet. Ajo e shikon në sy dhe I përgjigjet me një buzëqeshje, ndërsa duket qartë se nuk është as pak e mërzitur nga kjo situatë. Përkundrazi, si duket ajo ndihet mirë me vëmendjen që po merr dhe me mënyrën si Gimbo po përpiqet ta ngacmajë. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të vërejnë situatën dhe reagojnë menjëherë me të qeshura dhe komente. Disa prej tyre fillojnë të bëjnë shaka me Gimbon, duke I thënë se po e tepron me provokimet, ndërsa të tjerë I drejtohen Selinës duke e pyetur nëse do t'i përgjigjet sfidës së tij. Gimbo vazhdon me batutat e tij, duke u përpjekur ta bëjë situatën edhe më interesante. Ai flet me një ton lozonjar dhe vazhdimisht mundohet ta bëjë Selinën të reagojë, duke krijuar një atmosferë të mbushur me humor dhe tension të lehtë mes tyre. Ai duket sikur po e shijon shumë këtë moment dhe reagimet që po shkakton. Selina nga ana tjetër duket e relaksuar dhe e sigurt në vetvete. Ajo nuk tërhiqet nga provokimet, por përkundrazi I përgjigjet me buzëqeshje dhe komente ironike, duke treguar se është e gatshme të luajë këtë lojë fjalësh me Gimbon. Sjellja e saj tregon se ajo ndihet mirë dhe nuk e sheh situatën si diçka negative. Gjatë bisedës, tensioni mes tyre bëhet gjithnjë më interesant për banorët e tjerë, të cilët vazhdojnë të ndjekin me vëmendje çdo fjalë dhe reagim. Disa prej tyre fillojnë të komentojnë se mes Gimbon dhe Selinës ka një energji të veçantë dhe se provokimet mund të fshejnë ndjenja ose interesa më të thella. Gimbo vazhdon të afrohet her pas here, duke e ngacmuar Selinën me shaka dhe duke e vënë në siklet në mënyrë të lehtë. Ai duket se po përpiqet të testojë reagimet e saj dhe të shohë deri ku mund të shkojë kjo lojë mes tyre. Selina ndërkohë ruan qetësinë dhe vazhdon të buzëqesh, duke treguar se po e shijon momentin. Atmosfera mes tyre bëhet gjithnjë më e ngrohtë dhe plot energji. Banorët përreth vazhdojnë të reagojnë me të qeshura, ndërsa situata kthehet në një nga momentet më të komentuar të ditës. Të gjithë flasin për mënyrën si Gimbo e provokon Selinën dhe për reagimin e saj pozitiv ndaj kësaj situate. Në një moment, Selina shprehet se nuk e merr seriozisht provokimin dhe se për të është thjesht një lojë dhe një moment argëtues. Ajo thekson se ndihet mirë në atë situatë dhe se nuk e shqetëson as pak mënyra si Gimbo po sillet.
Gimbo nga ana tjetër duket I kënaqur me reagimin e saj dhe vazhdon të bëjë komente të lehta dhe provokuese, duke mbajtur gjallë atmosferën mes tyre. Ai qesh dhe tregon se për të gjithçka është pjesë e humorit dhe e energjisë së shtëpisë. Ky moment krijon shumë diskutime edhe më vonë mes banorëve, të cilët vazhdojnë të analizojnë sjelljen e tyre dhe marrëdhënien që mund të krijohet mes Gimbon dhe Selinës. Disa mendojnë se kjo është thjesht një shaka, ndërsa të tjerë besojnë se mund të jetë fillimi I një afrimiteti të ri. Në fund, situata mes Gimbon dhe Selinës mbetet një moment plot humor, provokim dhe emocione të lehta, që e bën atmosferën më dinamike dhe interesante për të gjithë. Selina duket e qetë dhe e kënaqur, ndërsa Gimbo vazhdon të ruajë stilin e tij provokues, duke krijuar një energji që nuk kalon pa u vënë re nga askush. Brikena ka hapur zemrën dhe ka folur për herë të parë shumë më sinqerisht për ndjenjat e saj ndaj Mateos, duke krijuar një moment emocional që ka tërhequr vëmendjen e banorëve dhe ka sjellë shumë diskutime në shtëpi. Gjatë një bisede të qetë, ajo ka pranuar se ndjen diçka shumë të fortë për Mateon, por njëkohësisht ka treguar edhe pasigurinë dhe hezitimin e saj për ta pranuar plotësisht këtë ndjenjë. Ajo shprehet se Mateo është një djalë shumë I mirë, I sjellshëm dhe I kujdesshëm, dhe se mënyra se si ai sillet me të e bën të ndihet mirë dhe e qetë. Brikena tregon se ai ka treguar gjithmonë respekt ndaj saj dhe se kjo është një nga arsyet kryesore pse ajo është afruar shumë me të gjatë qëndrimit në shtëpi. Megjithatë, pavarësisht këtyre ndjenjave, Brikena pranon se ka frikë t'i shpreh hapur emocionet e saj. Ajo thot se edhe pse e do Mateon, nuk është ende gati ta pranojë këtë publikisht dhe mundohet ta fshehë atë që ndjen. Sipas saj, arsyeja kryesore është se nuk dëshiron të duket e dobët dhe nuk dëshiron që ndjenjat të ndikojnë në lojën e saj. Gjatë bisedës, ajo tregon se shpesh e gjen veten duke menduar për Mateon dhe duke analizuar çdo moment që kalojnë bashkë. Ajo thot se prania e tij e bën të ndihet më I qetë në shtëpi dhe se kur ai nuk është pranë saj, ajo ndjen sikur diçka mungon. Brikena shton se Mateo është një person që di ta kuptojë dhe ta mbështesë në momentet e vështira. Ajo vlerëson faktin që ai nuk e gjykon dhe gjithmonë përpiqet ta kuptojë mënyrën si ajo mendon dhe reagon. Sipas saj, kjo lidhje emocionale që është krijuar mes tyre është shumë e veçantë. Megjithatë, ajo pranon se brenda saj ekziston një luftë e vazhdueshme mes arsyes dhe ndjenjës. Nga njëra anë, ajo ndjen se e do Mateon dhe se dëshiron të jetë pranë tij, por nga ana tjetër mundohet të kontrollojë veten dhe të mos e tregojë hapur këtë ndjenjë. Ajo shprehet se nuk dëshiron të lëndohet dhe ka frikë nga mënyra se si mund të ndryshojnë gjërat në të ardhmen. Brikena thot se në një ambient si shtëpia e lojës, emocionet janë shumë të forta dhe ndonjëherë është e vështirë të kuptosh nëse ndjenjat janë reale apo të ndikuara nga situata. Banorët që dëgjojnë rrëfimin e saj mbeten të surprizuar nga sinqeriteti I Brikenës, pasi ajo zakonisht është treguar më e rezervuar për jetën e saj emocionale. Disa prej tyre e këshillojnë që të ndjekë zemrën dhe të mos ketë frikë të tregojë atë që ndjen, ndërsa të tjerë mendojnë se ajo duhet të jetë e kujdesshme dhe të mos përfshihet shumë emocionalisht në lojë. Brikena pranon se ndoshta një ditë do të gjejë guximin ta pranojë hapur dashurinë e saj për Mateon, por për momentin preferon ta mbajë këtë ndjenjë për vete. Ajo thot se koha do të tregojë nëse kjo ndjenjë do të forcohet apo do të mbetet thjesht një simpati e fortë. Ndërkohë, marrëdhënia mes saj dhe Mateos vazhdon të jetë shumë e afërt dhe çdo moment që kalojnë bashkë duket se e forcon edhe më shumë lidhjen mes tyre. Sjellja e tyre ndaj njëri tjetrit nuk kalon pa u vënë re nga banorët e tjerë, të cilët gjithnjë e më shumë shohin një afrimitet të dukshëm mes tyre. Në fund, Brikena mbetet mes emocioneve dhe arsyes, duke pranuar se e do Mateon dhe se ai është një djalë I mirë, por njëkohësisht duke vendosur të mos e pranojë ende plotësisht këtë ndjenjë. Kjo situatë ka krijuar një atmosferë interesante në shtëpi dhe të gjithë presin të shohin nëse ajo do të arrijë një ditë ta pranojë hapur dashurinë e saj apo do të vazhdojë ta mbajë të fshehtë. Debati mes Selinës dhe Mirit shpërtheu papritur në shtëpi, duke krijuar një situatë shumë të tensionuar që tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjithçka nisi pas disa diskutimeve të mëparshme dhe situatave që kishin krijuar dyshime dhe pakënaqësi tek Selina, e cila këtë herë vendosi të flasë hapur dhe pa u përmbajtur. Me tone të ashpra dhe shumë e revoltuar, Selina përballet drejt për drejt me Mirin dhe I thot se ai është manjak dhe se sjellja e tij brenda shtëpisë është e papranueshme. Ajo shprehet se për një kohë të gjatë kishte zgjedhur të heshte dhe të mos reagonte, por tani thot se nuk mund të tolerojë më atë që sipas saj është një sjellje e papërshtatshme dhe e pandershme.
Selina vazhdon duke thënë se Miri nuk meriton asgjë dhe se sipas saj ai nuk ka treguar respekt ndaj askujt brenda shtëpisë. Ajo shprehet se tani më në fund të kupton se çfarë personi është ai në të vërtetë dhe se është zhgënjur shumë nga sjelljet e tij. Ajo tregon se dikur kishte besuar tek ai dhe kishte menduar se ai ishte një person i mirë, por me kalimin e kohës thotë se ka parë një anë tjetër të tij që nuk i pëlqen as pak. Sipas Selinës, shumë situata që ajo kishte injoruar më parë tani kanë filluar të marrin kuptim dhe e kanë bërë të ndryshojë totalisht mendimin për Mirin. Miri përpiqet të mbrojë veten dhe i kërkon Selinës të mos përdor fjalë kaq të rënda ndaj tij. Ai shprehet se ajo po e keq kupton dhe se nuk ka bërë asgjë nga ato që ajo pretendon. Ai mundohet të shpjegojë veprimet e tij dhe thotë se gjithçka është egzageruar. Por Selina nuk tërhiqet dhe vazhdon debatin me edhe më shumë vendosmëri. Ajo i thotë se nuk është më naive dhe se nuk do të mashtrohet më nga sjelljet e tij. Sipas saj, Miri gjithmonë përpiqet të justifikohet dhe të ndryshojë situatën në favor të tij. Debati bëhet gjyknëja më i fortë, ndërsa banorët e tjerë mblidhen përreth për të parë çfarë po ndodh. Disa përpiqen të qetësojnë situatën dhe i kërkojnë Selinës të flasë më qetë, por ajo vazhdon të shprehë gjithë pakënaqësinë e saj. Selina thekson se tani e kupton shumë qartë karakterin e Mirin dhe se nuk dëshiron të ketë më asnjë marrëdhënie të afërt me të. Ajo shprehet se nuk i beson më dhe se nuk dëshiron të ketë më asnjë kontakt për te ati të detyruar brenda shtëpisë. Ajo gjithashtu thotë se ndihet e zhgënjur me veten që i kishte dhënë besim dhe kohë një personi që sipas saj nuk e meritonte. Selina tregon se kjo situatë e ka bërë të reflektojë shumë dhe se tani do të jetë më e kujdesshme me njerëzit që e rrethojnë. Miri, nga ana tjetër, shprehet i prekur nga fjalët e Selinës dhe i thotë se ajo po e gjykon pa arsye. Ai këmbëngul se nuk është ashtu siç ajo e përshkruan dhe se ajo po ndikohet nga mendimet e të tjerëve. Por Selina i përgjigjet menjëherë duke thënë se askush nuk e ka ndikuar dhe se gjithçka që po thotë është rezultati i asaj që ka parë dhe përjetuar vetë. Ajo shprehet se vendimi i saj është përfundimtar dhe se nuk ka më kthim pas. Tensioni mes tyre arrin kulmin kur Selina përsërit se Miri nuk meriton asgjë dhe se ajo tani e kupton qartë të vërtetën për të. Fjalët e saj krijojnë një atmosferë të rëndë në shtëpi dhe banorët e tjerë mbeten të habitur nga ashpërsia e debatit. Pas një përballjeje të gjatë dhe emocionale, situata fillon të qetësohet gradualisht, por distanca mes tyre mbetet e dukshme. Selina largohet e irrituar, ndërsa Miri mbetet i heshtur dhe i menduar për atë që ndodhi. Kjo përplasje e fortë mes Selinës dhe Mirit ndryshon dinamikën brenda shtëpisë dhe krijon tensione të reja mes banorëve. Të gjithë tani presin të shohin nëse kjo situatë do të përshkallëzohet më tej apo nëse marrëdhënia mes tyre do të mbetet e prishur përgjithmonë.